Unë jam bosi! Sama shumë të basti. Hajde, 1, 2, Hec këtu. Mësoj e ti për e tjaks. Të prezentojnë gjithë dhe shefi. Okej. Për jashta! Kështë më hapa kështu të bërtit. A morë vesh! Tregun e javë. Që ka binë Marti! Përse ke ashtë të kjasko? Ti jashtë s'dua. Ngrije. Tani do të shojnë në një kompani pa bos. Si me ndonë t'i vim flak. Noel! Që të mu bo më Noel kur të rritesh? Bosi juaj. Si mërë bosi jort? Me këtë makinë do të gjërim nesër dhe e lodhur si... se pist. Pse s'ka televizor këtu s'ka Netflix? Që thumë kë? O kishtë mjep si telefon që YouTube. Ua, gjithë të urdhra. Mire, ke në një gocë bukuroshe të klasa që ke qef? Po, kam dashnore. Po qa dashnore ke e burti 8 vjeç halajet episodi si sa bo Goku Super Saiyan në frize. Unë 8 vjeç kam, ti 22, nuk ta var njëri. A ty do duroj unë ty? Dhe 8 vjeç ta thu fjallën e funit parë, do mu bo bosti? Pa. Okej, do e shofim nga nesër. Do jesh apo jo bos? Surprise! 24 orë si boss, mirë se erdhë në klubin e sheqerit, Noel. Qau, bosi! Qau, zgjo, është ora 5. Sa do e për mëgjes? Preti herë më burë, veç më hore ke menën. Hec, si do. Ja, të Që ti është boss. Bossi krijon lider, nuk krijon ndjekës. Një boss është fytyra e biznesit vet, a kupton? Ka regjim strikt, dietë ushqimore, dietë psikologjike, duhet të thosh sama shumë të bastire. Po të madh, ky njeri nuk merr vesh. Noel nuk ka marrë të përgatitur me një listë super të gjatë. Atëherë, si fillim në zgjimin në orën 5, është shumë e rëndësishme që ta kesh gjithë ditën para. Përpara të shkojmë nga liçeni do bëjmë vrap, okay? Sepse një boss do të ketë edhe trup të shëndetshëm për të pasur një mendje të shëndetshme dhe për të marrë vendime shumë të rëndësishme. Je gati? Po, dhe një që shumë e rëndësishme përpara se të nisemi për vrap, do pim një gotë ujë me fara chia dhe me uthullmolle. Kjo është që të tretës gjitha toksinat që ke marrë një ditë më parë, okay? Je gati? Fara chia janë shumë të mira dhe nxjisin qarkullimin e gjakut, si dhe furnizojnë trurin tënd me oksigjen, okay? Bossi vërtet du të ketë sytë në radh parë, mendjen, trupin shumë qetë, kështu që... Nga e shpike këto me kujmë. Tamam nga e shpike, fara chia nuk kanë për syt. Po them, e kombinimi me uthullën e mollës se bëjnë perfekte, me rrjer pjeta. O zoti na, çka ke pas biologjin ti o burr? Pjeta ka pasën. Edhe ti e bos, pse nuk e pi pra dhe ti? Ai nuk është boss, Noel. Po, zoti isha këto me ty, do isha të marrë kompanitë e mia më burr. Pjeti të bësh bosa. O zoti mas, ky fëmijë ma hoqi trurin. Ka filluar ende. Na pret një ditë e gjatë. Ço se do bëjmë vrap. Isu! Një shef i vërtet që çdo ditë dhe ban fitness, ban pilates, merret me ushtrime që të maj trupin dhe muskël shumë të fort. Hajde, 1, 2, ma shpejt aty! Jepi, ma fort! Ti që e në gjumë, qau se bosa nuk që e në gjumë, hajde, shpejt! 1, 2, vazhdoni me muskujt, me nxemjen, vazhdoni se kena punë sot. Një bos i vërtet që çdo ditë dhe ban prap nga liçeni, me heq energjitë e ti negative. Du të hash mirë, du të mash trupin fort, glukoza du shkoj nivelin e vet. Pito kurse u lodhën se ti je me biciklet. Po mirë me bicikletë, po edhe unë lodhem nga muskujt e kampe. Tani, Noel, vrapin e bëm. Mu do të shojmë një kompani që nuk e ka shefin për momentin, nuk e ka bossin, dhe ti do të tregosh asaj zotit që të ja zësh vendin, okay? Bosin? Pa. Je gati? Pa. Menon se mundesh mja zanë venin. Sigurisht. Hajde, pra po me vrap do hikim atje, shpejt, 1, Hajde. 2, 3, shpejt jepi! Mirë se erdhe Noel, kjo është kompania që do ta drejtosh ti. Edhe pse sot shefi vërtet ka mungu, do të kesh një detyrë shumë veçantë. Vajza, punoni, hajde Noel. Ka shkuar punë? Sot ke për detyrë që t'ja shkatrosh ditën e gjithë. Auto terror, në bo terror, do lymë, do bëjmë gjitha gjanat e mundshme, do lymuno. Do ta falimentoj. Okej, do t'i mbledh gjithë se do bëjmë mbledhje. Ti prezantojmë gjithë dhe shefi. Okej. Shefi mi. Më për ngri pak. Më falë që ishte tash, sorry girls. Girls, boss i ri, Noeli. Kështu, më hapa kështu të... Pa tjetër, shef. Na fale, po e kena lënë temperaturën e ajrit sepse tjetë.
Atëherë, kolegu im si në çdo gjë tjetër që është i paaft, edhe prezantimin e shefit tonë të ri Noeli nuk e bëri ashtu siç duhet të denjësishme, kështu që Noeli është katalizatori jon drejt suksesit dhe një kompanieri do të thotë rregulla të reja. Ti dhe mund qipa që keti. Nuk lejohen veshjet me ngjyrë blu edhe roz. Nuk lejohen veshjet me ngjyrë blu dhe roz. Pa përjashtim. Do dy vajzat aty kanë vesh blu dhe roz. Hiqi nga puna, nxirr nga puna. Përjashta. Vajzën vjen keq dita punës për 7500 euro do t'ju kalojnë llogaritë të vjetra normalisht. Mirupafshim, largoni. Ciao. Nuk lejohet konsumi i pijeve gjatë mbledhjeve. Qa thua burr? Unë po pi. Okej, do ta ndryshojmë. Telefonat janë të pikura kur jam unë prezent. Heqin e telefonat. Nëse shefi humbet durimin, gjithë duhet të kënojnë. Hajta bëjmë një provë. Nuk kam durim. Malet me bleni, Batman e uluar, plot me dashur. Zoom. Punojnë si duhet të duken serioz nga mesi e lartë, nga mesi e poshtë në rroba plazhi. Thuje. Punëtorët duhet të duken serioz në mesi lartë, te mesi poshtë. Hajt mo. Okej, do me thanë, boss i ri, filozofi e re, kështu që vazhdoj me filozofinë e re të bossit. Filozofia bossit. E para? Për jashto. Okej, mos Mos paguaj. dhe Bërtit. amortesh. Provoje. Për ashtu hiç punonjës, domethënë. Po? Ç'ka? Fal, Alti ta mësoj ty këtë. Ç'ka? Ç'duhen shumë punonjës. Pse me bë 10 veta nga një gjë kur 2 veta mund të bëj nga 5 gjana. Iku, mos paguaj. Po pagoj. Po çfarë të ha biznesin që t'jap lek? Por seriozisht e ke ti? Pse ç'ka? Çfarë po thua më? Mos paguaj më shoh. Nuk të paguaj punonjësit, nuk të paguaj rrogat. Pagun i madh i Zot, nuk pagun Noeli. Bërtit, si Unë jam bosi! A shef kështu është, kështu mësohen. O Aldi, po çaj mëson o burr? Kompania duhet të ketë paqe, nuk duhet të ketë. Kristel, pusha. Bravo shef. Bravo boss, bravo. Kështu vazhdon jeta. Bravo. Ulu, avash. Ulu. Tenis puna. Po jo. Ora, Gjon ti kur flas po Gjon ore ti. Çfarë po thua? Varse nana, një sekond. Çfarë po mëson? Sekond se jam drejtor ekzekutive, po ora e dyta. Po e mësoj fëmijët të ketë një kompani sa më eficiente, nëse mas nesër në tregun vendas dhe në tregun e jashtëm. Po që ka bim Aldi. Po ecë mos e të veç prej puna si ja fut kod dhe ti pa lidhje tash. Fal, çu do mësosh bëhet boss? Po pse më ça lidhje ka u mërziten si ikën prej pune? Aman e ndrit e veti, u bëre bosi, do mësosh atë tani. Vjen keq, jam një drejtor ekzekutiv, nëse se din. A, qatë merri. Të merë, bravo. Qa Ti që keni strukur ju? Po meditojmë, po lexojmë, po shohim, po bëjmë ledhje, po kena kohën tonë. Fiks qa bën bosi. Po rrin bosi. Nëse unë do sjell tani 2 kandidate për njoftimin që sapo nxorra para gjyqësore për financiere. Je gati bosi? Dhe unë doja punëtor. Ulu. Ska isto? Eskaristo, hajde. Cili? Mirë se erdhe, sapo merreshim me një projekt afatgjat që kemi me Noelin, apo Noel? Pa. Projekti. Kështu që vazhdo me pyetjet, çfarë kesh ndaj gjë? Për që ke ardhë tu, ke ardhë kot? O, shefi, është financierja, financa. Pyetje ndaj gjë rreth financës. A ke bërë faturën ndonjëherë? Ke bërë në herë fatura? Ke bërë ndaj mbyllje në fund të muajit siguracione budalliqe. Pyetë pak. Ke bërë në budalliq, në i kështu. Në i gabim e ka ferën, në i gabim gjatë punës. Gabon, shpesh, gabon, e? Jo shpesh. Okej. E ke parë Gokun? Kompanin që prodhon Gokun, nëse ke pasur idhë dhe ke studiuar mënyrën se si... Po, është një kompani turke, GQ, është turke. Qa flet më? Unë e kam për Gokun në YouTube. Je boss, du atë kar financierja. Të mësoj e ti për e tjatë. Që në të i këri kompani se se ka rogën. Japim një 500.000 lekë, shumë rriba gjitha kja. A ke drejt për drejt, bosi. Po të njofëm si mblim gjitha gjorë që na duhet ke i baj vetëm. 500.000 kemi puqet. 500.000 bim ka sa atë. Okej, pyetja tjetër? A ke lexuar në një liber? Kjo është një pyetje shumë e bukur se filozofia jonë është të gjithë punonjësit duhet të lexuar dhe të kulturuar, me qëra fjala jam e mua të tregoj librat që kemi këtu. Hajde, mos ki turp. Uno, të dim, bosa. Ma 100.000 lekë. 100.000 lekë, po 500.000 lekë e po atë buxhetin, 100.000 lekë, 400.000 lekë. Mirë pafshim. O zemra shumë rrofse, të mora dhe ty pa kohë, po siç të thash doja të bindja veten që Aldi bëra fut kohë fare dhe nuk është e merr vesh si ta bëj boss për tjetrin, po nejse. Këtë është dalja. Thank you, Patsy. O Aldi,
Hec këtu, mar, hec këtu. Jo, vash më shpinën, s'ke që kur ka që dhunësh me asë mundë. A kupton që e ke menderosur? Shikon, po... Jo, shiko, qëllimi i klubit të sheqerit është që kalamajt argëtohen. Unë po ndjek një filozofi amerikane, Kriso, që ta dish, ta e kam mojtë sekret. Thjesht po edukoj të jetë një shef sa më agresiv. Qa ka të shijoj e fije me Ardi, po Kriso. më flish të këta njerëz të kërkova me mirë besim ambientet për 1 orë xhirim dhe po shkon 7 orë xhirimi. Hell no. Banu i herë edhe ti Kriso Cerriku me mu, banu palë me mu. Ta shijoj mëri këtë ditë, një ditë tash mrapa do t'jesh prap Kriso O një njëri po vit. bëhet rumball. Po jo, more, nuk e mendoj në atë lloj forme, tip, no, shijoj tash, një ditë ke me qep boss, edhe ti do me bë qefell, ti do me heq njerëz nga puna, gjithë jetën na kanë heq ne. Ti po Por e po i ti, bezdisin njerëzit. Po jo, më njerëzit me Ramon më shumë. Thjesht shijoj o plak. Shijoje. Enjoy it. Amerikani thotë enjoy your life. Okej. Kam një plan. Ha, qa plani? I bëm një kamerë fshet. Po. Këtë pra. Be Kristo Cerriku like I know, it firstly. Bravo. Okej. Do të bën një ide, si këtë shumë, edhe ata kanë nga. Çfarë bën ti ma? Qa është kjo zhurë? Qa zhurme? Për ti. O Noel, ka i probleme Noel. Ato dy që hoqen nga puna, janë në ku. Dhe kanë marrë seriozisht këtë punë, janë ndjetë ofendume. Kanë ardhur bashkë me mamën me babin. Mbylli është. Si ti me dhe ashtë? Kanë ardhur mua në ku. Shko fal ju, a i hoqe vetë për punën. Ku janë? Na e thuj neve një herë që do i thuash. Ta dim. Nuk kanë zbatuar rregullat. Çfarë rregullash me shefi që ka vesh shok mish roz? Të thash, shefi i ri, rregullat e ri. Nuk dua më njerëz që nuk zbatojnë rregullat në këtë kompani, e kuptonte? Po mirë më, po tash janë njerëz do të kanë me majtë familje të burë, që me ba tash ato? Gjim pun tjetër, s'është problemi im. Po sa problemi jot, po du me marrë rogën, ke lek mi dhanë ti atyne. Jo, 500 lek. Si 500 lek, më du në rogën, du 1 milion lek rogë. Ku i gjeta unë 1 milion lek se kam filluar. Po i du në të keq për i punë, pra pse i hoqe? Nuk do bësh asnjëherë boss me këto rregulla idiote që vendos. Kush pa fiku videon? Po mirë burë, këta ka fik pas trusje, pa darshje o burë. Edhe nxirë nga puna. Do me heqe dhatë për i punë. Po, Ti heqim gjithë për i punë. po. Ti praktikisht do e Po mirë se deshe me bosi Europian të vëti këtë pa lidhje. Je sigur se do me heq? Si jo? O Noel, ajo është gruan mosh. Si do ta heqë? Për çfarë do ta heqë? Do të hoqë kukullat? Po, se unë jam bosi. Edhe mund të ishte direkte, mund në Ha vëndin që mish je. një herë. Diljas, S'dua. Ha, sa mirë. ngrije, Qo, S'dua. dilja. S'dua. Ha, çfarë do bësh tani? policin. Kut, palici ti. Ky ishte një prank, prindrit nuk kanë ardhur aty se e parë se u friksove pak, e? Më shumë fiksuam ne nga mendja. Që i ke. Sa prengo, bur, ku friksohet bosi. Le filloj festa! Gjitha thu, Jo, na kanë ngene e gjë, po qenë ka vështirë me qep bosë, burë, dhe u knaqë ka shumë, burë, u mërzit të tash. si me ndonë t'i vim flakën. Ti vem flakën? Si jo? Ai, men, që ti vem? Shiko flakën. Shiko. I vem flakën? Si me flakë? A shë si vazhdo në bantim? Shife, ke kështenja. Uga. Qa ke e mënë?
Shkua Noeli, mor, shkua Noeli. Mor Noel, ishte i ditë e lodhshme. Bosi ka vështirësitë e veta. Jo detyrim me shteti, jo taksa, jo punëtor. Ka me presion ke punë, burra, dhe ndole personazhi i vitit, e pash qa presion jashtë punë, gjithçka, po duhet me lënë hapësirë edhe vetes për jetën private. Se kuptoj pse duhet që e shanë gjashtë. Kam dhe bosa pse që zjojnë në 10 mëngjesit edhe nuk hajnë ato ushqimet e shpifra. Pse qa ha bosi si pas te? Mish, jemi po të saj vërsi që kam me qenë bos. E di për zot, dhe më harë gjë. Që dhe më harë? Ta prishim regjimin, që do? Në që faqe? Me që do së faqe? Se do të? Me salë skosi. Do pita me i pita. Me një dy. Po, ti nese ke shkollë, Po. Po detyrat? Jo, mos, shkujtje mame. Po mami shkujti morë, po pse s'tu se ke detyror 11 të natë? Po, Krisi Lisa do të më monte. Po qa krisë dhe morë, burr, hajde tash do të mi ba bashk, hajde, qo? Që do bashk tash son? Shikëm të dy faqet, do t'i bëj këto në një tabak dhe do vizatoj një skelet madh. Fora 11, po ku me gjithë tabaku në burron s'dijes me vizatu o bu. Po njerë është më dorë Krisillit. Po tash i krisin, ku ta gjejmë krisën tash në? Ku është me në telefon? Po mirë, do t'i biju Po në telefonit s'kam. krisi, po s'ke, po tash ti flasun, foli vetë krisillit. Na, foli ti krisillit edhe mos i thuj se ta dhashun telefonin, thuj ja mora Alit, Ali s'di ku iku. Ku je? Kam dalë, se? Qa kishe? A merë do të një tabak? Po merë më tabakun, thuj se s'kena Terezita, është merë tabakun në hajde, thuj, mos na lëdh shumë. Ta gjeja, Aldi, a përsëve nga puna Qa? mu. Ti jesh vetë. Po ku ti gjejon, thuj, po thuj t'lutem, mos i thuj se tashëm, po thuj t'lutem, unë është misja se ty ta ka hatër, mos i thuj se tashëm. Të lutem. Të lut djali, po si dhe tabakun, aman. Nëse Aldi thot të lutem 3 herë dhe je më e mira, 3 herë do t'i sjell. Po het tash silli par zotin, t'lutem, silli tash mos na lodh, aman, hajde, s'kam nerva. A shef, me 3 t'lutem kryen punë sot. Më falë, ti e ideali që më përgjërua të vija? Nuk tha shumë t'lutem, tha Noeli. Hi! Kaq, 2 minuta punik, vazhdo, vazhdosh. Edhe mos se me t'put. Qa ke si ban si interesante, ke ardhe me syze si me qenë. Hece, ndrite, grise A letë. ka mundësi të se po më shpërqendron? Po që është qëndrimi skelet ke për të baba, në më thosh që Maje ta librin bakun. këtu. Po esë mos më thuj maj librin. Maje librin! Po s'du me maj Ua se ma librin. caron ky njeri! Po qa ke si gjdo gjarë rritë të gjujt, më shok? Ore Qa ti! ke si rritë të gjujt, për çdo gjarë rritë të gjujt? Kujdes, se e theve shpinë e djalit. Riurt! Kaq boll. Pa liri, qa do me marrë jasteku, merr me i gurt pakten, merr me, se s'do merr me ty. A, po ky? Që e zdu gjumi. Duhet me i po të tyra to, Aldi. Që e të kërvati, hajde ja bëjmë bashkë. Bashk! Tani ju bën familje. O, hana, hajde. E te prumë shumë sot të një. Nuk mund vazhdojmë do të këshu, Aldi. Do t'japim një zgjidhje. Në divorci. Ju wish t'ishim të martuar. Vazhdo me veshkëm.